po që nëse kthehemi veç pak në histori, lëvizja vetëvendosje, për asoj që unë e kam përcjell në histori, kurse ka votuar asnjë kryetar. Sepse ka pas koalicion. Po mirë, do të thonë nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka qenë faktor unifikues nëse është. Po ne kemi qenë opozit shumë, por nuk kanë pas nevojë për votat e lëvizjes vetëvendosje sepse kanë pas shumicën. Si faktor që alim para publikut, po ju po kërkoni tash unifikim, ju po kërkoni me kalu ngërçim, po s'ka qenë kalu në zonën e Haxhiut. Ne kemi shumë të rëndësishme që ta konstituojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Mirë po në asnjë rrethana nuk mendojmë që këto si me thënë, as shantazhet, as ndonjë formë tjetër që mund të përdoret nga kushdo qoftë, mund të na detyrojnë neve që të heqim dorë nga e drejta jonë kushtetuese edhe nga ajo që ka na njeh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi shumë të gatshëm që të takohemi me partitë politike. Ka pas përpjekje edhe të zotit Dehari që t'i thras në konsultime partitë politike, disa kanë shkuar, disa nuk kanë shkuar. Pra, edhe kryeministri Kurti ju kujtohet që ka dërguar letër kryetarit të LDK-s, e ka ftuar në takim, ja ka propozuar 3 data për takim dhe pika e parë e letrës nga kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes, ka qenë që të diskutojmë edhe për konstituimin e kuvendit. Pikërisht duke pas parasysh që është përgjegjësia e gjithëve dhe duhet të ulemi dhe të shohim se cila është rruga që duhet ta ndjekim. Dhe kur jemi këtu, ne kemi dëgjuar propozime edhe për zgjedhje. Natyrisht që ky nuk është plani jonë. Por nëse ka parti politike që janë të gatshme që të shkojnë në zgjedhje, kanë propozuar madje edhe data, kanë propozuar edhe muaj qershor me sa di është përmendur, ne jemi shumë të gatshëm që tulemi dhe diskutojmë për këtë.